Lufta në Prag, Trump përballë vendimit për luftë, Pentagoni jemi gati, lindja e mesme në alarm. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë ushtarakisht gati për të goditur Iranin në këtë fundjavë, por presidenti Donald Trump ende nuk ka marrë vendimin përfundimtar. Burimet pranë administratës bën me dije se planet operacionale janë gati dhe trupat amerikanë ndodhen në pozicion luftarak. Sipas CNN, Pentagoni ka paraqitur shtëpisë së bardhë disa skenar sulmi, ndërsa javët e fundit, Shtetet e Bashkuara kanë dislokuar një pranisi të jashtëzakonshme ushtarake pranë lindjes së mesme, aeroplan bajtëse, anije luftarake të flotës detare, bombardues strategjik, avion luftarak dhe mijëra trupa shtesë janë vendosur në bazat kyçe të rajonit. Ky grumbullim forcash konsiderohet si një nga lëvizjet më të mëdha ushtarake amerikane në zonë në vitet e fundit dhe një sinjal i qartë presionin ndaj Teheranit. Megjithatë, vendimi final për sulmin mbetet në dorën e presidentit Trump, i cili po vlerëson kostot ushtarake, pasojat politike dhe rrezikun e përfshirjes së rajonit në një konflikt të gjerë. Ndërkohë që SBA po monitoron nga afër çdo lëvizje të Iranit, ndërsa paralelisht mbeten të hapura dhe kanalet diplomatike. Një goditje direkte amerikane do të shënonte një përshkallëzim të madh të krizës dhe mund përfshinte aktorë të tjerë në një përplasje të hapur në lindjen e mesme.